në thonjza të gjithë shqiptarëve, sepse në fakt janë vetëm ata të cilët thonë ne jemi Shqipëria, ne jemi populli, ne jemi shqiptarët. Qohuni nga kafet, mos rini ulur. Ta nuk duan me ditë se njerëzit që janë kafe mund të kenë qenë gjithë ditën punë. Jo, mos rini ulur, hajdeni me ne, për Shqipërinë e re. Për ku? Për ku? Si i papritur, këta u zgjuan një ditë edhe të gjithë u bën ambientalistë. Dhe ndërkohë, u kërkojnë shpëtimin e Shqipërisë nga unë dhe nga ju. Ku ishin ta? Kur në Shqipëri kërciste gjuetia ilegale dhe kur vriteshin për ditë zogj e kafsh që normalisht janë speciet mbrojtura. Ku ishin këta kur Shqipëria ishte në fuqi ligjin e importit të plerave? Ku ishin këta kur pyet ishin bërë vendi ku dëgjohej vetëm një zog, shara elektrike? Ku ishin? Po që kur e nëzori kokën ai që thot rrethi është katror, u pa puna, tani do dalin dhe ca patriot tjerë, jam i bindur unë. Po ata patriotët duhet ta kenë parasysh një gjë, që kanë bërë shumë para, pa deklaruara, me kauzat patriotike. Jo se është punë drejgji politika. Kështu që zogu Loro Boriçi i madhi thoshte shiu ka punë e vet, ne e kemi punën tonë. Puna jonë është ta bëjmë Shqipërinë një vend ku të gjithë ata të rritë atje, të mos kenë më nevojë kur që të mendojnë se duhet fik nga Shqipëria se nuk ka zgjedhje këtu, po të kenë gjithmonë dy zgjedhje. Kush do të rri dhe ta ketë mundësinë siç e kanë ata të tjerë në Europë, kush do tiki sepse nuk jemi më në bunkerin e Veroqës.